Përshëndetje të dashur miq, këtu ka sjell supë me qiqra dhe hithra, me që këtu na mbyti shiu breshëri, edhe se sot ka dalë diell, por na ka hyrë lagështira në palc. E unë sot megjithmonë që doja një supë të ngrohtë dhe të shëndetshme. Këto janë qiqrat pa glutine. I kam lënë në mëngjes në ujë dhe i përgatita sot mazdite. Foton e pakos e keni në fund të qiqrave. Në një tenxhere vaj ulliri, 3 patate, 2 kokra qep, 2 thelp hudhër dhe 1 kubik me ginger. Shtojmë edhe qiqra, 350 gram qiqra, 2 litra ujë të valuar, i zim derisa të zbuten, siç e shikoni në video. Këtu kemi hithra që kisha fut në ngrirje, i keni edhe videot të postuara, ja si kemi gati, krem me hithra o pesto, e hedhim tek supa, ndërkohë bluajmë një pjesë të qiqrave, patatet, karotën, qepën e hurdhat. Shtojmë në tenxhere kryp, aq sa duhet, kremin që bluajtëm me mikser, e përzemir e mirë, ndërkohë përgatisim një çaj me ginger, 1 litër ujë, 60 gram ginger të freskët, 3 feta limoni, 2 gjete dafine, e zim për 13-14 minuta dhe kemi gati. Supën e kemi gati, unë nuk i shtova as djath parmigian, as i gjë, përveç se pak vaj ulliri sipër me spec të kuq, paprika të ëmbël, edhe jep shije, po edhe e stolisim bukur, edhe kur thot Eli, nëse jeni smur, kjo supë të shëron. Ndërkohë kullojmë edhe çajin e kemi si për digestiv, edhe për inflamator se na dhëmin kockat. Mezi kena marrë veten e s'po e marrim akoma ashtu si duhet. Ja ku i keni rezultati, kur thot Eli çat ta hash me sy. Shpresoj që t'ju pëlqej. Ju uroj një mbrëmje të këndshme të gjithëve, mirupafshim.